Mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës, zotëri mentor. Faleminderit shumë edhe në ftesën që më keni bërë. Ju, pas një pune shumë të lodhshme, përfunduat edicionin e 18 të festivalit të monodramës Monoakt të premten. Si shkoi edicioni si vjet? Edicioni si vjet ishte jashtëzakonisht shumë aktivitete të mëdha. Dim që kemi tani 4 kategori me festivalit, kemi Monoaktin, që është konkurrencë ndërkombëtare me çmime që jepen nga juria ndërkombëtare, Monoakt Plusin, ku kemi shfaqje kamertale, domethënë shfaqje nga Kosova që ju ofrojmë ardashësve edhe ndërkombëtarëve tonë që të shohin produktet tona teatrore. Pastaj kemi 2 kategori të veçanta, që është Monostripi, që është kategori e veçantë e studentëve në monoperformancat pa tekst, dhe kanë monoperformanca që është artistët e rinj sapo diplomuar apo artistët kryesisht që janë të rinj që e kanë po ashtu monoperformanca, që është krejt kategori e veçantë e festivalit, kështu që këto kategori e kanë gjatë kohës këtyre viteve, domethënë janë duke u zhvilluar jashtëzakonisht shumë, sidomos Monostripi me performanca që janë unike krejt botën, ndërsa kemi pas aktivitete shumë tjera të ngjeshura, kemi pas punëtorit teatrore, kemi pas me 2 fotografë dhe skenografë të mirë në botë nga Spanja dhe Moldavia. Kemi pas pastaj punëtorin dhe ligjërimin special të Nina Mazur, domethënë vice presidentes me artistët e rinj në Kosovë. Pastaj kemi pas ekspozitën teatrore nga Alberta Takulov. Juria ka qenë e përbërë nga Nina Mazur, që përfaqëson Gjermaninë dhe Ukrainën, Slobo Maronović, përfaqësues nga Malizi, dhe kemi pas Azir Azirin, aktorin tonë të mirë dhe dekanin e Fakultetit të Arteve. Kështu që çka ka qenë tjetra pikë kryesore si vjet që ne vërtet duhet të mburremi me këtë rast, është që në kuadrin e konferencës ndërkombëtare teatrore që merret me zhvillimet e monodramës, domethënë çdo vjet ne organizojmë, ne kemi vendosur si vjet që të themelojmë qendrën e monodramës. Domethënë, cila qendër do të funksionojë jo vetëm si qendër e Kosovës, po qendër ndërkombëtare. Kështu që kjo ka qenë një qëllim im i kamotshëm. Mirë, po tani ka ardhur situata që ta themelojmë atë qendër, dhe besoj që tani Kosovës post festivalin që je kemi ofruar dhe prurjet artistike për krejt botën, kemi të ardhmen do ta kemi një, që thonë, si institut hulumtues zhvillimor mbi monodramën, ku do të kemi punë mjaft mirë, po që Kosova do ta ketë theksin e veçantë në botë. Pse është kaq e rëndësishme monodrama? Veta par njëjs. Veta par njëjs, po. Është gjithmonë ajo çfarë njeriu mendon, çfarë njeriu dëshiron, çfarë njeriu tenton të realizojë, dhe fundi sa njeriu do të mund të realizojë gjitha këto qëllime dhe synime. Monodrama është gjënia më e vështirë skenike, kuptohet, është sfidë për krejt artistat, duke filluar prej autorëve, regjisorëve, aktorëve në veçanti, sepse është sfidë jashtëzakonisht shumë e madhe. Kryesisht merren artistë që kanë përvoja të mëdha, sidomos artistët elitar. Mirë, po në monodramën ne kemi insistuar që ta zhvillojmë edhe tek të rinjt, që mos mbetet monodrama tem tabu, domethënë artit skenik, po të fitohet ai guximi artistik dhe të zhvillohet, domethënë të depërtohet tek artistët e rinj, pse të mos mbojnë ata monodram, pse të mos ta kenë atë mundësi. Tjetra është formë teatrore e zhvillimeve domethënë kamertale. Çka është kamertale? Zhvillimeve të vogla, të formave të vogla teatrore. Domethënë kur i kemi 1, 2, 3 deri në 4, 5 aktor në skenë. Kjo formë është zhvilluar shumë jashtë në teatrot ndërkombëtare, për shkak se mundësia e komunikimit me botën është shumë më e mirë. Ndryshe është një ansambël për 50 vetëve apo 20-30 vetëve të depërtojmë me një shfaqje, me një ekip ekstra rreth vetës, ndryshe është një monodramë, një udhëhec teknik, veti dytë apo veti tretë të prezantojë, dhe prezantimi i njëjtë bëhet, domethënë ti përfaqëson kulturën dhe artin skenik, edhe atë në mënyrën më të veçantë. Pse? Sepse është gjënia më e vështirë dhe komplet theksi është tek ti. Domethënë këtu është ai qëllimi i realizimit të monodramës dhe zhvillimi i saj, sepse ngushtimin nga njerë dhe jetës artistike, sidomos artistëve të skenës të cilët e përfundojnë. Dhe në të ardhmen
presin gjatë gjithë jetës që dikush t'i ftoj, të dalin skenë, t'i punësoj, t'i angazhoj. Kjo formë të cilën unë jam duke mundu që ta zhvilloj, ja u jep këtë mundësi artistëve që ta kenë që thonë artin e vetë në ndurët e veta, do të thonë ta kenë atë anën origjinale të punës vetë, për kushtimit po vetëm që duhet punë. Duhet punë, duhet përkushtim dhe duhet pastaj që ajo jotja se çfarë mendon si krijues, qoftë si autor, regjisor, qoftë si aktor, të dalë, do të thonë mund ta bësh. Sa janë të interesuar të rit për këtë gjeni? Ne që 18 vite jemi duke punu, ne në Kosovë e kemi zhvillu jashtëzakonisht shumë, do të thonë derisa para 18 vitesh nuk e mund me bisedu për monodramën, eventualisht, ndoshta pas një dekade del një monodram ka dalë një aktorit. Ne tani kemi mjaft monodrama, kemi zhvillu monodramën në Kosovë, qoftë studentët e aktorimit, qoftë regjistë teatrore, qoftë artistë të tjerë. Kështu që monodrama tani këtu të ne është formë e zhvillimit të artit skenik. Gjë që, ju them të drejtën, unë jam shumë i kënaqur sepse ndoshta ka qenë edhe iniciativa ime e parë, apo qasja e koncepti im, dhe pas këtyre 18 viteve veç që kam marrë atë kurorëzimin e vet, kështu që jam shumë i Bashkë me qendrën që tani është themeluar. Po, kjo është si herë që ndoshta i festivalit të Sivjem, një e veçantë e këtij festivali, e veçantë të artit skenik në Kosovë, sepse kjo qendër veç ka filluar me ditën e përfundimit të festivalit, ka filluar me projekte konkrete dhe bashkëpunime që të zhvillohet monodrama jo vetëm gjatë kohës së festivaleve në përballë. Po monodrama të ketë një qendër apo edhe disa qendra në Tarmen që të zhvillohet, bashkëpunohet dhe ta ketë atë zhvillimin e vet normal, dhe të ketë mbi çka të bazohet. Tani ka mbi çka të bazohet, ekzistojnë shumë suksese, ne me monodramën kemi pas suksese të mëdha në përballë, këtu që është krijuar një përballë shumë e madhe, po ashtu kemi pas prurje artistike të veçanta për krejt botës. Si vjet, më falni që ju ndërpres, si vjet kush mori pjesë në festival? Si vjet, dhe cilën ju do ta veçanit, cilën shfaqe më shumë? Me qenë se janë ndarë edhe çmimet. Po, janë ndarë edhe çmimet, më thonë, secila shfaqje, cila monodram ka qenë e veçantë, artistët i kanë dashur shumë shikues, kanë pas mjaft, i kanë dashur shumë shfaqje, secili të gjitha shfaqjet kanë qenë zhanër veti. Unë e kam filluar me Arkën, kam qenë jashtë konkurrencës, kuptohet. Mirë, po kërkesa. Po dhe jam drejtor edhe i festivalit, domethënë nuk më takon të jem në konkurrencë. Edhe mandej pikërisht që këto vizitat e mëdha që i patëm duke filluar prej këtë vitin e fundit Moldavi, Island, Gjermani, kemi pas më një herë në Shqipëri, kemi Spanjë, Kazakistan, domethënë kemi prej këtyre shteteve 3 prej tyre që nuk na kanë njoftë. Faktikisht, dhe kemi ardhur me çmimet kryesore. Kështu që të shfaqet vetëm një herë në Kosovë për këto 3-4 vite më duk si absurd dhe kërkesa ishte shumë e madhe, prandaj edhe vendosëm që mbi gjithë angazhimin tim që e kisha shumë të madh organizativ, vendosëm që të hapim festivalin si një shfaqje musafire e festivalit, si një promotore e sukseseve në botë të artit tonë, dhe pastaj kemi filluar me shfaqje tjera, ku kemi pas shfaqje jashtëzakonisht shumë, kemi pas aktorin tonë të mirënjohur Ligora Qerizën, që ka qenë vërtet nder që të jetë në mesin tonë, ku është edhe mori çmimin si aktori më i mirë i festivalit. Kemi pas aktorin nga Franca, cili ka zhanrin e palachove, që të një shumë rallë kemi si zhanër në skenë, Salvatore Capello, cili po ashtu mori çmimin për regjinë më të mirë. Me pas shfaqjen Bornesha të regjisorës tonë mirënjohur Valbona Xibrit dhe aktores Marina Ivashchenko nga Ukraina, që kanë një bashkëprodhim ukrainësor shqiptar. Shumë interesant kjo që një ukrainase ta luajë rolin e Borneshës shqiptare. Pikërisht ishte edhe ajo, e cila po ashtu nga juria ndërkombëtare mori çmimin special të festivalit, pikërisht për shkak të këtij gërshetimi, për shkak këtyre segmenteve dhe elementeve që kishte shfaqja. Pastaj kemi aktorën më të mirë, një aktore shumë e talentuar nga Maqedonia e Veriut, Vladanka Krstevski, e cila
e pat ishte edhe autore e tekstit dhe ndërsa regjisori ishte Dragan Agunin, ajo shpall aktoria më mirë e festivalit dhe ajo çka kem e veçantë për të gjithë, për jurinë, për shikuesit në përgjithësi ishte aktoria nga Kolumbia. Do më thonë Mariul Gheorghi Nieto, e cila ishte autore, regjisore dhe aktore, do më thonë kishte kretat autorsit. Faktikisht ajo shpall Grand Prix apo monodrama më mirë e festivalit, e cila ishte në konkurrencë ishte në koproduksion me Italinë. Kështu që këtu ishin ato konkurrencat në kuadrin e monoaktit, ndërsa monoakt plus kem pas 2 shfaqje, 2 komedi satirike, njëra me gogla o pa gogla, dhe tjetra që janë të studio aktrimit, do të thonë akt akademis që jemi duke punuar që një kohë gjatë, dhe tjetra ishte po ashtu pjesë e grupit tjetër të aktorëve, do të thonë shfaqja Jo dhe aq pleq, e cila ka qenë premier e vitit kaluar, kështu që ishte një freski e zhanrit tjetër në brenda festivalit, dhe kuptohet punëtori teatrore dhe monostripi dhe monoperformanca kanë qenë në kulm të suksesit dhe të prezantimeve. Zotri Zymbera i tha që keni pas publik. Sa mendoni që sot në përgjithësi teatri ndikon te ndërgjegja, te vedia e publikut? A mund të ndikoj si dikur që ka ndikuar? Kur flas për teatrin nuk e konceptoj veç mbrana shtetit tonë, apo mbrana tani trojve shqiptare, po e them kështu. Po e konceptoj teatrin si koncept çfarë është. Teatri është një nga që thonë konceptet më të vjetra që daton prej antike, dhe teatri është i vetmi ndoshta nga këto, s'mund të them aktivitet as me përcaktu si profesion, është që ka met ende në komponenten realit të antikitetit, dhe më thonë kemi skenën dhe kemi shikust. Më thonë kjo është ajo që me bukura e teatrit, të cilën me çdo kusht unë kam pas dëshirë dhe insistoj të arruj. Madje kam insistuar dhe gjatë pandemisë, kur kanë filluar të xhirohen shfaqjet apo bën shfaqje skenike të xhiruara, të cilat ato kanë vlerën e vet sepse arkivohen, ruhen, mirë po nuk e ka atë fuqinë e teatrit, fuqinë shpresë çfarë ka teatri, sepse teatri është mision, është një medium shumë i fuqishëm, është elitar, patjetër. Është dhe fuqia, shpresa dhe mesazhi i teatrit në bar botën është i madh. Unë shoh vende të tjera të botës kam qenë. Teatri nuk ndryshon, mund të ndryshojnë partitë, politikat të ndryshme të tyre, sepse tani kemi një dinamik shumë të madhe, domethënë politike këtë botën. Mirë po, që teatri nuk e vun në binar të ndryshimeve. Madje vetëm shkojnë duke zhvilluar forma të reja. Ndërsa ruhet klasika, ruhen ato që kanë me vlera kombëtare. Dhe në këtë koncept ne duhet të kemi kujdes që ta ruajmë dhe ta zhvillojmë teatrin tonë, teatrin si vlerë kombëtare së pari, e pastaj edhe format e reja të cilat janë të domosdoshme për integrimin ndërkombëtar. Se po na shkojnë minutat shumë shpejt. Jo, në muajin maj në Kazakistan u shpallet laureat me shfaqjen Arka. Çfarë mesazhi përcjell Arka? Arka është një temë jona. Është një temë familjare. Është një mesazh kryesor, është sakrifica për njëri tjetrin, çfarë edhe kem pas si popull. Vllau i vogël shkon, lën studimet që të shëroj vllau i madh lën studimet që të shëroj vllaun e vogël që është 50 vjeçar. Dhe ka një sëmundje shumë të rëndë. Mirë, po ne kemi jetuar në një kohë shumë të vështirë në Jugosllavi në atë kohë, dhe daljet tona, ndoshta daljet prej këtu kanë qenë më të vështira, dhe gjithë ajo përpelitje e një antarit familjes për me shpëtu vllaun tjetër, dështon për shkak se zihet në ilegalitet, në kalim të kufive të Evropës, dhe kthehet pas disa vjetësh ku gjen vetëm Arkën, e cila është faktikisht një pasqyrim apo një histori
e familjes të cilën në historia shkruan nëna vet. Kështu që ajo çpalosje e Orkës është një dhimbje shumë e madhe, është një mesazh shumë i madh jo vetëm për ne, por për gjithë njerëzimin. Kështu që është përqafu jashtëzakonisht shumë nga vendet ka kam qenë botë, e sidomos në Kazakistan ku aq shumë e kanë pëlqyer sa që shikuesit dhe artistët nuk më lenin të dalë për asnjë moment nga skena. Çfarë përjetimeve? Ishte përjetim shumë i madh edhe erdhi si përjetim menjëherë pas përjetimit në Spanjë. Më thonë sepse pikrisht në Spanjë shfaqjen kur e pan, më thonë automatikisht e kanë ftuar në Kazakistan si shfaqje e veçantë. Kështu që edhe e kanë pritur si shfaqje e veçantë. Pasi që unë në Kazakistan isha antar kryesuesi i ekspertëve ndërkombëtar. Do kisha një detyrë shumë më të madhe në zhvillimin e festivalit dhe ma imponu në një farforme që të jem edhe me këtë detyrë që të shihet prej kritikës botnore, që të shihet sa ma shumë shfaqja, sepse për ta është një shfaqje shumë e veçantë, e cila vërtet e ka marrë botën sy tani. Na vjen mirë se na ke përfaqëson denjësisht gjithmonë se suksesi juaj është edhe gjithë neve, patjetër. Kemi edhe 2 minuta kohë. Planet për një të ardhmë të afër, çfarë projekte keni? Unë kryesisht krahas monodramës punoj shumë edhe në film, në skenar filmi, pasi që jam aktor edhe i filmit. Kemi pas suksese shumë të dha me Mirakun, viteve të fundit me 3 filma të shkurtër, që ka qenë Sofra Varrit dhe Thirrja, ndërsa filmi tjetër është Ndjesia, e cila është i filmave të fundit, ku prezantimet i kemi pas pothuajse më dhaj një sikur me zhvillim të monodramës. Mirë po kam skenarin aktorin Kutiku, kam edhe temë të doktoratës, ku kam punu shumë të këtë temë, që ka të bëjë me temën e të zhdukurve. Një skenar i cili mendoj herë kur do pa marrë parasysh këtyne institucioneve tona apo formës financiare organizative se si do ta gjejmë. Është një temë për cilën kam punu shumë, temën e zhdukurve dhe pasojat e luftës gjatë vitit 1999. Në kryesisht shumicën e veprave kam komplet këto skenar dhe këto tekste. Kështu që aktorin Kuti tani për tani kam synim që të bëhet një film i metrazhit të gjatë dhe në të ardhmen gjithë atë arsenalin e punës do ta orientoj në realizim të këtij filmi, se unë besoj që ky film mund ta merr botën me atë koncept, me atë punë që është bërë deri tash. Dhe shpresoj që një ditë do ta kemi një film i cili vërtet do të na përfaqësoj njëjtë si filmat e shkurtër artistik që kemi, njëjtë sikur monodramën që kemi bërë, domethënë një përfaqësues të denj të artit tonë në botë, ashtu besoj që edhe ky film ka më qenë pjesë e këtij suksesi. Shpresojmë edhe ne dhe të urojmë shumë suksese dhe faleminderit që ishe sot me ne.